Unë e kom pas një rast, kom punu me 2 bineq, në shkoj në Arabi Saudite, unë së shkova në Arabi Saudite, beba ka marrë meningit. E kanë bloku krejt palatin, edhe kur kanë ardhur në konkludim që dikush prej që kanë ardhur me festu lindjen e tyne, ka pas meningit. Sot është djali short, nuk ndin. Edhe kom qenë gruaja ma fatbardhë që s'kom shku atje. Se une nuk e kisha leju në gjitha ta njerëzi mi qu bebat edhe me i parë. Nuk e kisha leju. Prandej puna edhe qmohet. Po me që është ka qëndishme, qëfar qëndrimi ki kërshi festave tradicionale në Kosovë që ende bëhen tek të posalindurit, lind një djallë, edhe bëhet një feste madhe, kuftohen 300-500 veta, edhe jo veç me një gjithë, po në gjithë gjatë tjetër. Gjdo virus që ekziston. Gabimin më të madh e kanë nanat që i marrit fëmijët në përdarsma. Kur i shoh unë të merrim rrok, qysh më rëndarsëm fëmija, të merrim rrok kur bëhet dikush synet që janë krejt fëmijë. Pa ditë sa njeri është aty i smut, sa njeri. Unë nuk e lejoj. Kam pas fat të nuset e mia që edhe ato nuk e kanë leju. Nuk e kanë leju. Jo. Ti për me prek një fëmijë dikujna që se nje, ti duhet me kërku që e jepi nanës tonë. Duhet ti qeni tjetër kuj zguzën me prek. Thot jo, mëse prek. Thot jo, unë jam, po leti. Fëmija nuk preket, nuk qohen në vende publike, nuk qohet në për arktime ku jo arktoni. Absolutisht jo. Fëmija izoloni pak, e le mo mës me fol këtu qëfar ajri është, e qëfar tmeti është, e qëfar tmeri është për fëmi. Nuk ka vend ku quhet fëmija me u knaqa me diqka jo. S'ka parë që...